Po ato nuk e di nëse ua paguajnë pushimet pastaj. Dëgjojmë shpesh herë këtë pretendim që bëjnë ka rënë turizmi, kaq ka rënë, po punë e madhe se ka rënë. Jo, nuk është punë e madhe. Edhe kush shanë kokë se ka rënë turizmi 10% ose 15%, vetëm ata që duan të justifikojnë qeverinë. Po su turbulua, nuk pastrohet asnjë gjë. Duhet të turbullohet, që të pastrohet dhe të rritet turizmi 3 fish, 4 fish mbas një viti dhe të bjerë korupcioni dhe të ngrihet niveli i jetesës. Edhe çfarë do na emocionojnë me këta neve këta mbështetësit e qeverisë? Ka rënë turizmi. Po punë e madhe, kush janë kokën se kanë shumica ca mbështetësit e qeverisë. Ti je pakica e zhurmshme. Ti je pakica e zhurmshme. Jo, e dyta. Nga na emocionojnë shumë me këta. Ka aktualitet tjetër. E dyta nga aktualiteti,